Opa, më falë Shoku, që kur ne të dy u ndam, Shëtici dhe unë jemi fokusuar të ndihmojmë të tjerët e të bëjmë mirë. Nuk jam e sigurt nëse kjo është një punë për ne. Ti nuk më le të mbaroja. Doni të bashkoheni me mua në një aventurë transgalaktike të zhurmshme dhe plot me aksion për të futur me edukat në magazinën e fshehur të Oryesit dhe të ofrojmë ndihmën tonë që t'i kthejmë thesaret më të çmuar të universit të pronarët e tyre rigjitim dhe në këtë mënyrë ne do t'i bëjmë ata të lumtur përsëri. Me edukat? Të ndihmojmë? Ti bëjmë njerëzit të lumtur! Oh, më vjen shumë keq. Këtu duhet vetëm në rregull. Shiko. Ja, shikon, ka vend për të dyne këtu. Mos u shqetëso për mua, unë mund të përdor këmbët. Vrima e lotëve të Nuselalës. Oh, nuk kam qenë këtu prej vitesh. Kujtime të vjetra, apo jo? Thashe themet thonë që Nuselala di si ta gjej vendin e fshehtë të Oryesit gati për ta pyetur në mënyrë të sjellshme që na e tregoj. Pyetja në mënyrë të sjellshme është specialiteti im. Mund të rekomandojmë të fillojmë me një dhuratë të vogël apo me një buqet me ëmbëlsira. Pashiko, sërish bashk Ryder dhe Silvia. Përshëndetje! Dhe, djali i vogël me gëzof, kam dëgjuar se po kërkoni për vendin e fshehtë të Oryesit. Një informacion i tillë sigurisht që do t'ju kushtoj shumë shtrenjtë. Besoj se do të na japësh ulje çmimi në emër të kohërave të vjetra. Falni zotëri, por nëse ju them që po ndihmoni për të bërë një bamirësi, kjo mund t'ju sjellë një ulje taksash të madhe. Shëtitës, përse nuk shoni jashtë të shohësh nëse dikush ka nevojë për ndihmën tënde? Oh, në rregull, sigurisht. Tani, ato koordinatat... Ryder, gjeta disa persona për të ndihmuar. Kjo është fantastike, Shoku. Në fakt, ata thonë që janë shokët e tu. Ata po pristin që ti të shfaqeshe me Chelsea në stacionit të Oryesit që premtove që të marrësh për ta. Atëherë, tani që jeni të gjithë së bashku, mund t'i japësh atyre Chelsea ashtu siç i ke premtuar. Ryder, ashtu siç ke premtuar. Shoku, ti tratove kryetarin e banditëve për atë gjën? Ti bulla fiq keq. Kjo sigurisht që është mënyrë gazmore për të përshëndetur miqtë e vjetër. Ti nuk e haruar si të drejtosh një anija, apo jo? Është për një çështje të mirë, harrove? Përveç kësaj do ta kthej sërish, të premtoj. Përndavni! Me një armë të mallkuar, ë? Ti di të përdorësh një prej tyre, apo jo? Zap, 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 zap. Ma vjen keq, ka më shumë piu, 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 apo bzz. Tek treshi do të shkëmbejmë zjarr. Zjarr të vërtet. Në rregull? 1, 2... Më falni kundërshtar, shumë shpejt do të na duhet edhe neve të shkëmbejmë zjarr. Sugjeroj që të fshiheni për të më njanuar lëndime serioze. Faleminderit për kohën tuaj. Ne po përpiqemi t'i lëndojmë ata. Po pse do ta bëjmë këtë gjë? Ti kukull e prap.